E gjithë historia është e tillë. Ne duhet kuptojmë që nëse ju jeni 20 veta sot këtu, nga 20 mund të lindi gjithçka. Nëse ju bëhemi 20 veta në një fshat, imagjino pak sikur kemi ne nga 20 veta në çdo fshat të Shqipërisë, në çdo lagje të Shqipërisë. Ju keni pushtetin me caktu kryetarin e bashkisë, keni fuqinë. A e di pse? Sepse çdo qytetar këtu, çdo njeri këtu, e din që po lindi prej jush, jo prej Arianit, po lindi prej jush, është si ju, është njëri prej jush, pra do e mbështesin, do e votojnë. Po pra, gjithë historia këtu duhet filloj të ndryshojë. Ne duam që juve të fuqizoheni dhe ju ta gjeni kandidatin. Çfarë bënin shqiptarët dikur? Çfarë bënin shqiptarët dikur? Ku bëheshin gati për luftë? Çfarë bënin mos nuk kishin televizor, s'kishin Facebook atë. Po shkonin familje në familje, fisë në fisë, thonin, apo e nxjerrim një djalë të mirë, apo e nxjerrim një vajzë të mirë. Pra, a mundën ju me shku fshat në fshat e lagje në lagje, dhe ta gjeni ju djalin e vajzën më mirë, jo ta gjeni unë me lëren, ajo që mund bëjmë është që patjetër që lëreja është në dispozicionin tuaj. Nëse do e quajmë kështu, po unë nuk e quaj lëren tim, unë e quaj tujën. Unë nuk e quaj tim, unë e quaj tujën. Pra, ajo që unë e shoh ndryshim që do bëjmë ne në krahasim me gjithë partitë që janë pa në këto 30 vite, është që ju duhet me ringjall kulturën e vjetër shqiptare, traditën. Se ne kemi heqë dorë dhe nga tradita në një farë mënyrë. Dikur ne bënim luftra, s'kishte as televizor, s'kishte as gazeta, as telefon, por e merrte vesh gjithë krajina dhe bëheshin 10.000 burra luftonin. Me bishtuk. Me bishtuk, pra, po 10.000 burra bëheshin atë. Ashtu, është e vërtet. Pra, po si s'po dalë kemi ne me ringjall traditën, me bë një burr të mira, një gru të mirë që kandidon atje me fitu. Ja këtë them unë. Po ta shikojmë, unë them që e kemi fuqinë, duhet vetëm me besu që e kemi fuqinë, e kemi mundësinë, duhet vetëm me besu që e kemi mundësinë. Se këta që kanë bënë 8-10 vite, këta në ka e gjithë fuqinë. Këta në ka thënë, ti i zblen. Është partia që i bën gjërat për ty. Ti s'ke fuqi, ti si dyshon do të gjërat, është partia që i bën për ty. Këta na i kanë heqë të gjithë fuqinë, besimin tek vetja. Dhe na kanë kthyr në njerëz hallexhi. Ne vetëm shohim hallin, kam halle, s'paguaj dot faturat, kam halle, jam lodh. Apo po është realiteti. Ashtu është realiteti, pa diskutim. Por njeriu del mbi halle. Njeriu del mbi halle. Kjo e dallon njeriu. Njeriu nuk ka njeriu, s'di njeriu që e kanë mbyt hallet. Njeriu edhe kur ka qenë hallin më të madh, ku ka pas mundësi me dhënë kontribut për atë dheun që ka shku ka marrë pushkën. Ja kam tregu, nuk e di me që këtë gjukën në shpresës tonë. Rastin që ma tha njëri në Dibër, i këshin shku ishte në sa lek po e shetë votën, po bisedonin ta. Dhe kjo ishte i një moshuar, i digjoj dhe tha, o quna tha, i kujt je i tha, i tha i filani, digjoj mordjali tha, ti je nga një familje i tha, që gjyshi jote tha. Ishte pa bufta, kishte vetëm një lop që ushqente familjen. Kur mori vesh që mblodhën burrat me shku në lufta, vajti shiti lopën dhe bleu pushkën, i tha, për me shku me luftu. Ju tani, tha, jeni bët gjithë lop, tha, dhe shiteni me euro për vot. Pra, po pra duhet me ndryshu, e di që ka ardhë. Po kjo nuk është dënim, nuk është smundje. Nuk është dënim, nuk është smundje. Nuk është pandemi kjo. Kjo varet nga ne. Nuk është smundje, sepse i ka ardhur Shqipërisë, kjo s'do të thotë që me u dorëzu me pranu ka rënë pandemia dhe nuk shërohet. Më tha njëri, tha, biles më thanë malësit madhe, më tha, e kam shit votat që një janar, më tha, unë ndjela, i abitur, qa thumur ditër, se nuk e dje që shiteshin votat. Ishte, i kam shit që një janar, tha, po shoh, tha, që nuk ka rënë pazar, jam i knaq si kam shit me çmim të mirë. Ishte, mu duk vetja si këshun ato filmat e çuditshëm, apo thotë vite për qesh. Ja, se i kishte hallë mos e kishin fut në votën, e kishin blerë për ti. Mos ishte rrit çmimi. Po nëse ke rrit kursi. Unë kam pa që përgjegjësia jonë dhe mundësia jonë është shumë e madhe. Sepse unë kam pa që përderisa ne kemi arrit vetëm me një celular kemi bashku mira shqiptarë. Po të insistojmë dhe po të vendosim këta shqiptarë në një bashkësi që ata fillojnë dhe punojnë me një, si do e rrisin këtë ide.
si do e rrisim këtë familje, pra si do ftojmë, ja, Toma ka një familje, sa kemë familje? 5. Ajo janë 5 njerëz në një familje, se cili prej nesh ka minimalisht 3, maksimalisht më shumë, apo jo? Pra se cili prej nesh ka familje, pra ne këtu nuk jemi 20 veta, ne këtu jemi praktikisht 200 veta. E kom çap bashkësimin e mjafton të shohësh këtë tavolinë këtu, është fuqia, janë 200 veta këtu në këtë tavolinë, potencialisht. Se tek secili prej jush është një familje, është një fis. Dhe mjafton që neve të fillojmë ta çojmë fjalën e mirë do themi njerëzve, di si është puna apo bëjmë diçka për veten tonë, a bëjmë diçka me njëri tjetrin, apo bëjmë një gjë tonë që është e jona. Mjaft më ndoqëm ata që na vinë nga Tirana. Kjo është e gjitha, këtu është ndryshimi, kjo është gjë e jashtëzakonshme që do të bëjmë. Neve do të fillojmë të kemi besim tek njëri tjetri. Ata nuk e kanë fuqinë me ju mbajt më juve. Tash unë po ja them këtë gjë. Unë ju vëbas që ata janë në ankth. Tik-taku i tyre po mbaron. Fuqia, parat nuk do mjaftojnë atyre për me mbrojt veten. Do ta shikoni tetor, nëntor, në vazhdim. Unë ju vëbas, juve ja këtë për këtë po ju vëbas. Kjo se për gjëra tjera si ju premtoj do, se s'du me u premtu, se du që t'i ndërtojmë bashkë. Kanë balla Amerikën për vetë. As 5 mallas vogël kapën. Jo, duro. Ti e dia të Barsaletën, dolu ke Radio Shkodra po bënin një kështu konkurs kush ka kap krapin më të madh. Edhe dhe njëri për krapin më të madh do të ka kap miri, thotë 1 kile 50 gram. Dhe tjetëri, jo më vëlla, do të ka kap marini, do 2 kile krap. Dhe tjetëri se cili po bënin garë. Kur merr një shkodrar nga këta të mençme të fare, tha një gjë dhe mos u lodh në kot, tha krapin më të madh ka kap Ramizalia, ka kap Sali Berishën tropoj. Tani unë po them që tani historia ka shku që amerikanët e kanë nis me i kap peshqit. Është çështje pak kohë tani. Ju do shikoni që tetor, nëntor, dhjetor e vijin në 2 apo 3 vitet e ardhshme. Do ketë zbatim të kësaj që deri tani na ka lodhur me fjalë, ti ke drejt. O ka qenë proces ndërtues, nuk mund ndodhte kështu me njerëz, ajo nuk mund të thoshte do ja arrestojmë tani. Se nuk mund ta arrestojmë kërkëm pa institucione. Nuk mund të arrestojmë kurkush pa pas një prokuror dhe një gjykatës që ka guximin me firmos. A e diti që Shqipëria nuk ishte një prokuror dhe një gjykatës me pas guximin me firmos arrestimin edhe të një drejtori, jo më të një kryeministri apo ish kryeministri, ministri apo deputeti. Se po në Shqipëri nuk ke një prokuror që nuk është shëmbur me urdhër partie. Kjo është struktura e re, kjo është drejtësia e re që po vjen. E di si shpuna si u liru Kosova. Amerika luftoi nga lart, e bombardoi nga lart, dhe bombardoi ato që ishin repartet ushtarake të Serbisë. Amerika i bombardoi nga lart dhe çmobilizoi repartet ushtarake. UÇK-ja luftoi në terren. E njëjta që do ndodhë këtu, por ne do të kriju strukturën terren, do të me qenë gati në terren, se lart kemi të sigurt që këta nuk do mbjetojnë më. Nuk do jenë më.